Realisht, ju keni bërë një denoncim për vajza juaj ka bërë një denoncim për ngacmim seksual në spitalin e Korçës. Po, është e vërtet. Kam 2 javë që kam ardhur nga jashtëti. Ku ardha nga jashtëti pas 2 ditëve, çupa më ankohej nga stomaku, kishte edhe të vjedha. Po vërtet në farmacit linja sa i mora sa ilaçe. Ato i dalë s'kishte për mirësi. Aty e kishte marrë mamaja e kishte shkuar në spital. Po me mamaja hajde pa se çupa është e sëmurë. Vete në spital, i bëjnë analizat, i bëjnë në eko. Ekoja i doli tamam, si tregonte që kishte ashtu. I pari doktori tha po eko nga do një nuk tregon mirë, tha. Analiza tha e nxjerrta që ka pandesi. Kush doktor? Kya Niko. Munka. Okej, kam doktor. Ta bëjnë operacion, po çuva kishte piruja ato ditë, nuk e bëjnë dot operacion. Ditë e dhanë për mëngjes. Mos pa mëngjes. E bën operacionin, doli nga operacioni mirë. E lanë në dhomë aty. Pastaj thanë edhe që ka infeksion, ta. Do ta ndikoj edhe nga infeksion. Jo, okej, thamë. Nisi pastaj, po do infeksioni, pa do i mamaja tënde, ta që la bejta. Në prezencë mamas tënde. Në prezencë mamas time, ai kishte bërë me prime të tjera që i dojë çupa tani në fund. Çfarë ju ka treguar vajza? Çfarë ka treguar çupa? Çupa ka treguar që ai babi më vite dorën kështu, më aplikonte ai kremin. Duke ditur që më thonë ta bëjnë në tia. Aty ishte agravuar çupa ditën e ndërmë, ishte afruar çupës në tapute. Dhe kishte zënë fytyrë tapute në tapute. Jo, po janë të nëndës tuaj. Jo, në pra me nënti me kurrit aty që i aplikonte atëja, i theshte nënës, ti mos shikoti këte i theshte. Janë tëra dhe i kanë dhënë aty në policinë tëra. Atëre, të pyes, pra ti thua që ka ndodhur 2 herë ky rast brenda 2 ditësh apo jo? 2 ngacmim brenda 2 ditësh. Domethënë e ka ngacmuar në mënyrë të përsëritur? Në mënyrë të përsëritur, thot vajza. Në mënyrë të përsëritur, po nuk të thesh aty pasi kisha ata se mbajë shefa edhe ashtu ta e largoja, po ai sa po vite tash. Kur ju tregoj vajza? Kur ju tregoj? Ditën e fundit e mora vesh unë gjën që që u Çfarë bëre kur e morë vesh? Sa bëra, lajmërova policinë. Ju patët në një komunikim me mjekun pas kësaj situate? Jo, unë atë ditë që më tha vajza, duhet të vish babi ta shpejt, o thasë këtu ta. Ju ku jetoni? Unë jetoj jashtëti. Dhe keni ardhur për pushim? Për pushim me 2 javë. E më dhuri këtë kjo gjë. Si është gjendja e vajzës? Vajzës është çfarë do të më aposto tani? E shqetësuar, nuk ja priste mendja në këtë vend se dhe kemi në një shumë vit ande. Nuk na i priste mendja që akoma 2026 do të ketë kjo gjendje këtu ja me këta pedofila. Edhe kërkoj nga drejtësia se më thanë se këtu s'ka drejtësi, s'ka çdo gjë. Edhe në spital që isha pa lek në dorë nuk të zinte njeri me dorë. Edhe i kanë dhënë, po them edhe akur që i kanë dhënë dhe lek në dorë, edhe po kërkoj këta, vetëm drejtësi. Prisni sot nga drejtësia. Pret që të marrë maksimumin, se ai person me sa mora vesh unë, e ka bërë shumë raste të tjera. Pra që rasti përsëritur të tjera. Kam pasur besimin e plotë, e pas burë të moshuar, me mendimin që do i doktor me eksperiencë, o pas ka qenë pedofil qatë të them unë. Vajza juaj ku ndodhet aktualisht dhe si është gjendja e saj emocionale? Në shtëpi, është psikologjike. Qatë themë. Do largoheni për në Gjermani pra? Kam edhe një avleje. Kam edhe një javle dhe nuk e di, po pa e ashtu çështje nuk e le. Veti i kanë dhe avokat kush ma ndjek çështjet, po nuk do ta lë në asnjë moment. Edhe një pyetje tjetër. Në momentin që ka ndodhur kjo situatë, ka pasur infermiera apo mjek të tjerë në dhomë? Kur bënte këto gjëra, mamaja time dhe vajza ka qenë. Faleminderit.